sa më shumë ta zgjasi policia e shtetit, aq më shumë fillojnë dhe spekulimet dhe me të drejtë çdo njeri mund ta kaqojë edhe në argumenta politik. Meqense zoti Cakrani është dhe avokati mbrojtës i presidentit, ne jemi të gjithë dëshmitarë se çfarë persekutimi po i bëhet presidentit mbas hekurave, dhe vetë zoti Cakrani është në një proces gjyqësor me drejtorin e burgut 313. Pra, trysnia e pushtetit për njerëzit të cilët flasin të vërtetat, për njerëzit të cilët kanë kurajo që të reagojnë për të drejtat e tyre kushtetuese, unë mund duket se është në limitet maksimale, kështu që policia e shtetit përveç se duhet kishte dalë me një qendrim konkret, duhet kishte ndaluar autorët e këtij krimi të rënd në këndvështrimin tim, dhe e treta, duke sqaruar të gjithë situatën, ne sqarojmë dhe publikun që prap vazhdoj ta theksoj që uroj të jetë diçka një sherr banal, por mënyra se si po vijohet me policinë e shtetit duke fshehur faktet dhe provat, duke mos arritur dot të identifikoj autorët kur na u tha dje që është arritur identifikimi i tyre, tregon se kjo çështje nuk lidhet me një sherr banal, nuk lidhet